Përshëndetje. Okay, po, okay. Përshëndetje. I nderuar zoti kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Gjinushi, i nderuar zoti kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zoti Peleshi, i nderuar doktor Maksimos Karakopoulos, sekretari i përgjithshëm i Organizatës Ndërparlamentare për Ortodoksinë, i nderuar zoti Ioan Vulpescu, presidenti i Asamblesë së Përgjithshme për Ortodoksinë, i nderuar fort lumturia juaj kryepeshkopi Joan, i nderuar kryegjyshi botëror i Bektashinëve Babamondi, i nderuar zoti Laurent Luli, nënkryetar i Komitetit Mysliman, i nderuar Hirsia Jovani, Kisha Katolike, i nderuar zoti Erion Sylaj, Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë. Të nderuar përfaqësues të Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë, të nderuar akademik, studiues, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe fetare, të dashur të ftuar zonja dhe zotrinj. Kam kënaqësinë, por edhe nderin gjithashtu që në emër të Kryesisë së Akademisë së Shkencave t'ju uroj mirëseardhjen pikërisht në këtë institucion, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, në veprimtarim promovuese të librit Shën Sofia, kishat e Mençurisë dhe të në Zotit në përbot. Një botim tashmë i disponueshëm edhe në gjuhën shqipe. Kjo është një veprimtari e cila zhvillohet në kuadër të një bashkëpunimi ndërinstitucional midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Kuvendit të Shqipërisë dhe Asamblesë Ndërparlamentare për Ortodoksinë. Libri që sot ne po promovojmë i kushtohet një prej simboleve më të fuqishme të qytetërimit të krishterë dhe universal, Shën Sofisë, jo vetëm si monument arkitektonik, por si koncept i urtësisë hyjnore, i cili ka marrë forma të ndryshme në hapësira dhe kontekste të ndryshme kulturore përgjatë historisë. Veprimtaria do të zhvillohet në gjuhën shqipe, por ndërkohë edhe me përkthim, dhe një pjesë e rëndësishme e veprimtarisë së sotme është edhe ekspozita fotografike e kishave të Shën Sofisë në përbot, e cila do të zhvillohet pikërisht në hollin e Akademisë së Shkencave, që natyrisht do të pasuroj vizualisht edhe përmbajtjen e këtij botimi. Duke ju falenderuar të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj, kam kënaqësinë dhe nderin që të ftoj kryetarin e Akademisë së Shkencave, akademik Gjinushi. Nderuar zoti kryetari i Kuvendit, nderuar zoti Ioan Vulpescu, presidenti i Asamblesë Përgjithshme të Ortodoksisë, nderuar zoti Karakopoulos, sekretari i përgjithshëm i Asamblesë, për lumturia e tij Ioani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, nderuar Babamondi, kryegjysh botëror, nderuar zënës kryetari i Kishës i Komunitetit Mysliman, nderuar përfaqësuesi i Kishës Katolike dhe Vëllazërisë Ungjillore.
të nderuar akademik, studius, përfaqësues të institucione kulturore dhe diplomatike, miq dhe të ftuar. Nderi veçantë për t'ju uruar mirëseardhjen dhe ju mirëpritur në mjediset e Akademisë Shkencave Shqipërisë, me rastin e promovimit botimit gjuhën shqipe të vëllimit enciklopedik dhe unik, Shën Sofia, kishat e mençurisë së të në Zotit në përbot. Falenderojmë Kuvendin e Shqipërisë dhe Asamblenë Ndërparlamentare për ortodoksinë dhe veçanërisht kryetarin e Kuvendit dhe president dhe sekretarin e përgjithshëm të Asamblesë Parlamentare për Ortodoksinë për bashkëpunimin në organizimin e këtij eventi ku botimi në shqip ju bashkohet botimeve në 15 gjuhë të botës si një dëshmi e përpjekjeve të përbashkëta për shpërndar njohuri, reflektime dhe respekt për monumentet historike që simbolizojnë besimin, dashurinë dhe shpresën. Akademia e Shkencave, ashtu si tërë akademitë e ngjashme me të, si institucion që i kushtohet shkencës dhe dijes, është e hapur dhe mikpritëse e ndaj promovimit të vlerave të trashëgimisë kulturore universale, të cilat na bashkojnë përtej kufive etnik, gjuhësor, fetar dhe atyre kulturor. Me njëjtë interes, Akademia e Shkencave organizoi vitin e shkuar konferencën ndërkombëtare mbi Bizantin me temë Shqipëria në periudhën bizantine, në bashkëpunim me institucionet e tjera akademike brenda dhe jashtë vendit, si dhe me Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Një ngjarje shkencore e cila u vlerësua gjithësisht si një gurth themeli për studimet bizantine në Shqipëri dhe si një hap i dur drejt njohjes ndërkombëtare të trashëgimisë së hershme kulturore të vendit tonë. Dhe me këtë rast dëshiroj të falenderoj edhe një herë fort lumturinë e tij Joanin, kryepeshkopit Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë për bashkëpunimin dhe kontributin e tij personal si studius. Po kështu kemi promovuar, botuar dhe studiuar edhe trashëgimit e tjera të rëndësishme fetare dhe kulturore të komuniteteve të tjera në vend. Akademia e Shkencave ka një angazhim të palëkundur për mbrojtjen, studimin dhe promovimin e këtyre vlerave duke krijuar një hapësirë ku dietarë studius mund të bashkëpunojnë për të ndriçuar më tej rëndësinë e tyre për brezat e sotëm dhe të nesër. Së bashku me ju shpresoj që ky libër të nxjisë reflektim të thellë, dialog krijues dhe respekt të ndërsjellë për trashëgimin kulturor, si dhe të forcoj urat e bashkëpunimit midis kulturave dhe komuniteteve fetare aneman globit. Ju faleminderit. Faleminderit zoti kryetar, ndërkohë dëshiroj t'i uroj mirëseardhjen dhe t'i shpreh falenderimet për pjesëmarrjen në këtë aktivitet të rëndësishëm, ambasadores së Republikës së Greqisë në Republikën e Shqipërisë. Mirëseardhët. Fjala tani është për kryetarin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zotin Niko Peleshi. Për të lumturia juaj, kryepeshkopi Joan, Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, i nderuar kryegjyshi botror Bektashian, shenjtëria e tij Axhi Dede Edmond Brahimaj, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik zoti Gjinushi, të nderuar drejtues të Asamblesë Ndërparlamentare për Ortodoksinë, zoti Maksimos Harakopoulos, sekretari i përgjithshëm, deputet në Parlamentin e Greqisë, zoti Ioan Vulpescu, presidenti i Asamblesë Përgjithshme, deputet në Parlamentin e Rumanisë, zoti Elias Mirionthus, deputet në Parlamentin e Kipros, të nderuar kolegë deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar klerik, akademik dhe studiues, zonja dhe zotrinj. E ruaj ende të gjallë në kujtesë për jetimin e vizitës në Kishën e Shën Sofisë. Një monument madhështor, por njëherë është dhe një përmbledhje e historisë së shpirtit njerëzor, e gdhëndur në gur dhe në heshtjen e shekujve.
Përballë sa njeriu ndjen admirim edhe një lloj përullësie intelektuale, sikur të ndodhet para një pyetje të madhe që koha ja drejton njerëzimit. Sofia është sinonim i urtësisë, i mençurisë dhe i shenjtërisë. Një ure brendshme midis arsyes dhe besimit, midis dijes dhe përjetimit, midis qytetërimit dhe ndërgjegjes. E pranova me kënaqësi dhe me ndjenjë përgjegjësie propozimin që Kuvendi i Shqipërisë së bashku me Akademinë e Shkencave dhe Asamblenë Ndërparlamentare për Ortodoksinë të kontribuojnë në organizimin e kësaj veprimtarie dhe të përshëndes sot një ngjarje me peshë të veçantë, kulturore dhe shpirtërore, prezantimin e vëllimit Shën Sofia, kishat e mençurisë së Të në Zotit nëpër botë. Ky botim është një ftesë për reflektim mbi një nga konceptet më përfaqësuese të qytetërimit evropian dhe të traditës së krishterë lindore, mençurinë hyjnore. Ai na çon drejt atij dimensioni të thellë ku dia merr kuptim si udhëzim për jetën, ku mendimi shoqërohet me përgjegjësi dhe ku besimi mbetet një dritë që orienton njeriu përtej ritualit. Kishat që mbajnë emrin hyjnor Shën Sofia janë shumë më tepër se institucione fetare. Në idenë dhe misionin e tyre ato paraqesin një sintezë të rrallë të besimit, arsyes, kulturës dhe artit. Emri urtësi e shenjtë që nga Konstantinopoja e deri në Europë e mëtej në kontinentet të tjera, duke mëshiruar një prej cilësive përbërëse të Krishtit, i ka bërë ato kisha kryevepra arkitekturore dhe dëshmi të një bote ku bashkëtojnë në harmoni logosi, mendimi filozofik për masat shpirtërore dhe humanizmi. Ato janë shprehje e një kulture që e vlerëson dijen si shërbim ndaj njeriut dhe besimin si orientues e ndriçim në ndërgjegjen shoqërore. Dhe vëllimi që promovojmë sot përmes qasjes së tij studimore dhe krahasuese, besoj është një kontribut domethënës për të kuptuar rolin që dia dhe mençuria hyjnore ka luajtur në formësimin e identitetit kulturor dhe shpirtëror të Europës. Prandaj Shën Sofia nuk mbetet vetëm një simbol fetar, dhe as vetëm një përmbajtje e krishterë, ajo shërben si referencë qytetëruese, frymëzuese dhe humaniste për njerëzimin për gjatë shekujve, sot edhe në kohët që do të vijnë. Sepse çdo epokë që humb urtësinë rrezikon të shndrojë përparimin në zbrazti. Në kohën tonë kjo Sofi, kjo urtësi, që na ndihmon të dallojmë thelbësore nga e rastësishmja dhe të vërtetën nga zhurma, duket se po përballet me një bjerje të heshtur. Ritmi i shpejtë i informacionit dhe presioni i opinionit publik shpesh e shtyn mendimin e thelluar drejt sipërfaqes. E bëjnë atë sipërfaqësor. Reagimi i çastit merr vendin e gjykimit të matur dhe shpesh humbet ajo kthjellësi që jep kuptim fjalës dhe veprimit. Në kohën tonë rikthimi te Sofia merr kuptimin e një nevoje qytetëruese. Është një thirrje për të rifituar kthjellësinë dhe për të ruajtur kuptimin në një botë që shpesh e ngatron shpejtësinë me thellësinë. Pikërisht këtu qëndron rëndësia e këtij libri. Ai na fton të shohim kishat e mençurisë Të në Zotit si pjesë e trashëgimisë son shpirtërore dhe njëkohësisht si një busull vlerash për sotme. Një kujtesë se dia është shërbim, kultura hap rrugë dialogu dhe besimi mbetet dritë orientuese, jo kufindarës. Përfitoj nga ky rast të vlerësoj bashkëpunimin e Kuvendit me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, e cila përmes kërkimit shkencor, mendimit kritik dhe veprimtarisë botuese jep një kontribut të çmuar në ruajtjen, interpretimin dhe përcjelljen e trashëgimisë sonë kulturore, si dhe në konsolidimin e identitetit ton kombëtar dhe europian. Falenderoj gjithashtu Asamblenë Ndërparlamentare për Ortodoksinë dhe e çmoj këtë organizatë si një instrument të vyer bashkëpunimit dhe dialogu, ku besimi, tradita dhe pasuria shpirtërore ndërthuren me përgjegjësitë publike, ku vlerat e përbashkëta europiane shërbejnë si bazë për mirëkuptim dhe bashkëpunim mes kombeve, shteteve, komuniteteve dhe qytetarëve. Ne shqiptarët kemi ditur ta ruajmë tolerancën dhe bashkëtesën fetare si një nga pasuritë tona më të çmuara. Diversiteti ynë nuk është parë si kërcënim, por si një mundësi për harmoni dhe mirëkuptim. Kjo është një vlerë e heshtur, por e madhe, një kulturë e brendshme që duhet mbrojtur dhe kultivuar, sepse sot bota ka më shumë nevojë se kur për urtësi,
dhe jo për zhurmë. Në këtë frymë më lejoni të shpreh një vlerësim të veçantë për kryepiskopin e ndjerë Anastasia Anulatos, një personalitet i shquar i mendimit teologjik bashkëkor dhe një figurë me ndikim të fuqishëm në historinë moderne, fetare, shpirtërore dhe kulturore të Shqipërisë. Veprimtaria e tij shumë dimensionale, fetare dhe humaniste, mbetet një shembull i rrallë i ndërthurjes së dijes akademike për kushtimit baritor dhe dialogut ndërfetar. Një kontribut vendimtar, jo vetëm në ringritjen e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë nga rënojat, ku e kishte hedhur diktatura, por edhe në forcimin e harmonisë shoqërore. Trashëgimia e tij përputhet natyrshëm me frymën e mençurisë së Shën Sofisë, si thirrje për dritë, paqe, tolerancë dhe mirëkuptim. Në këtë vazhdimsi jam i bindur se udhëheqja e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë nga fort lumturia e tij kryepiskop Johani do të vijojë me urtësi, përgjegjësi dhe ndjenjë të thellë shërbimi ndaj besimtarëve dhe qytetarëve të Shqipërisë, duke ruajtur dhe zhvilluar më tej vlerat e dialogut dhe të paqes, të mbështetura në mençurinë shpirtërore, në prirjen për bashkëjetesë dhe dashuri përkundër ndarjes dhe urrëties. Së fundi duke përgëzuar autorët dhe votuesit për të kontribut të çmuar, si dhe organizatorët për të veprimtari të bukur, uroj që ky vëllim të shërbejë si një referencë e rëndësishme e dijes edhe si një frymëzim për brezat e sotëm dhe të ardhshëm të Shqipërisë. Uroj që ai të ofrojë më shumë, të na ofrojë më shumë me urtësinë, jo si një zbukurim të fjalës, por si një orientim të brendshëm dhe një mënyrë jetese. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Ftoj deputetin e Kuvendit të Shqipërisë dhe njëkohësisht antarin e Asamblesë Ndërparlamentare për Ortodoksinë, zotin Vangjel Dule. I nderuar kryetari i Kuvendit zoti Peleshi, i nderuar kryetari i Akademisë zoti Gjinushi, fortëlumturia juaj kryepiskopi Ioan, i nderuar kryegjish Baba Mondi, i nderuar përfaqësues i komunitetit musliman i vëllazërisë ungjillore, e nderuara zonja ambasadore e Republikës së Greqisë, profesor të nderuar, është një kënaqësi e veçantë në këtë prezantim domethënës në Akademinë e Shkencave, një bashkëpunim i Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe Akademinë e Shkencave, të bëj një prezantim të shkurtur të Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë dhe aktivitetit të saj. Asambleja është një organizatë politike me përbërje parlamentare e themeluar në vitin 1993 me Selin në Athinë, në kuadrin e ndryshimeve historike në Europë gjatë viteve 90, përfaqësues dhe personalitete që morën pjesë në vitin 1993 në një konferencë të thirrur nga Parlamenti i Greqisë, konstatuan nevojën e pranisë së ortodoksisë si një shprehje e përbashkët kulturore e një numri të madh qytetarësh evropian në formësimin e realitetit bashkëkohor evropian. Nisma lindi nga Parlamenti i Republikës Helene dhe më pas mori mbështetjen e dhomës së përfaqësuesve të Republikës së Kipro dhe organeve legjislative të shumë vendeve të tjera. Sot, statusin e antarit në Asamblenë Ndërparlamentare të Ortodoksisë e kanë delegacione parlamentare zyrtare, në një kohë që marrin pjesë edhe grupe deputetësh ose personalitete parlamentare të pavarura nga 30 vende të ndryshme të Europës, Afrikës, Azisë dhe Amerikës. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë është një nga antarët themelues të Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë. Madje, në nëntor të vitit 2002, në Tiranë u zhvillua mbledhja e sekretariatit ndërkombëtar të Asamblesë në praninë e kryetarit të atëhershëm të Kuvendit, zotit Servet Pëllumbi, dhe në të njëjtën kohë u prit edhe nga i lumuri kryepiskop i Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, Anastasi. Qëllimi i organizatës është zhvillimi i një veprimtarie politike dhe kulturore shumë dimensionale, në drejtim të inkurajimit të kontakteve dhe zgjerimit të marrëdhënieve të besimit, kuptimit të fenomeneve politike bashkëkohore
dhe tendencave shoqërore, si edhe nxjerrjes në pa të elementeve të orthodoksisë që ndikojnë pozitivisht në mirëkuptimin e ndërsjellë dhe bashkëjetesën paqësore midis kulturave dhe qytetërimeve. Prandaj, dy shtyllat mbi të cilat është themeluar Asambleja Ndërparlamentare e Ortodoksisë janë nga njëra anë mbrojtja e parlamentarizmit të pavarur dhe nga ana tjetër përhapja dhe konsolidimi i parimeve dhe vlerave të traditës së krishterë ortodokse. Gjatë 33 viteve të jetës institucionale dhe të veprimtarisë, Asambleja ka zhvilluar një rrjet të gjerë bashkëpunimesh ndërinstitucionale dhe kontakte me institucione ndërkombëtare, por në të njëjtën kohë edhe me aktorë të shoqërisë civile. Bashkëpunimi me Unionin Ndërparlamentar ka qenë vendimtar, në të cilin Asambleja ka ndërmarrë nisma të rëndësishme të përbashkëta si bashkëorganizimi i aktivitetit në kuadër të Asamblesë së 150 të Institutit të Unionit Ndërparlamentar, që u zhvillua në Tashkent në prill të vitit 2025, me temë mbështetja e vlerave fetare dhe morale për promovimin e dialogut parlamentar dhe bashkëjetesës paqësore në bashkëpunim me Qendrën Botërore Mbreti Hamad. Për bashkëjetesë paqësore, njohja e kontributit të Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë në këtë nismë u dëshmua edhe praktikisht pasi organizata mori pjesë thelbësisht në konferencën e dytë parlamentare për dialogun ndërfetar që u zhvillua në Rom në qershorin e vitit të kaluar, si edhe në grupet e punës të bashkëpunimit ndërfetar me temë lufta kundër intolerancës dhe mbështetja e edukimit fetar për shoqëri më përfshirëse dhe më paqësore që u zhvillua në Gjenevë në kuadër të Asamblesë 151 të Unionit Ndërparlamentar në tetor të vitit të kaluar. Për më tepër, janë konsoliduar marrëdhënie bashkëpunimi me Parlamentin Pan-Afrikan, me të cilin Asambleja ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që në vitin 2011, si edhe me Asamblenë Ndërparlamentare të Mesdheut, sipas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar 6 vite më parë. Janë zhvilluar kontakte institucionale të rregullta me Parlamentin Evropian dhe me Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në kuadër të dialogut për të ardhmen e Europës. Paralelisht, i rëndësishëm është bashkëpunimi me organizatën Together for Europe, një rrjet prej rreth 300 organizatash, me të cilët janë ndërmarrë nisma të përbashkëta në kuadrin të kremtimit të Pashkës së përbashkët të gjithë të krishterëve dhe të 1700 vjetorit të sinodit të parë ekumenik të Nikes. Gjithashtu Asambleja ka për synim krijimin e bashkëpunimeve me aktorë të shoqërisë civile, si Lëvizja Fokolare, Lëvizja Politika për Uniteti dhe organizata Religions for Peace. Në këtë kuadër, përfshihet edhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me Ligën Botërore Myslimane, me të cilën në vitin 2024 u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi. Në thelb të veprimtarisë së Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë në vija epigramatike ndër të tjera janë përfshirja e referencave mbi identitetin e krishterë të popujve evropian në dialogun për të ardhmen e Evropës, mbrojtja e popullsive të krishtera në rajonin më të gjerë të lindjes së mesme, Afrikës dhe Azisë, mbrojtja e trashëgimisë kulturore botërore materiale dhe jo materiale që lidhet me botën ortodokse, nxjerrja në pahë vlerës shpirtërore dhe kulturore të kishave të Shën Sofisë në mbar botë, promovimi i dialogut ndërkulturor për bashkëjetesën paqësore të popujve, përfshirja e shprehjeve institucionale të hapësirës fetare monoteiste në çështjet ndërkombëtare dhe europiane, çështjet të bioetikës, inteligjencës artificiale dhe teknologjive të reja, mbrojtja e mjedisit dhe promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm, dënimi i çdo forme të përdorimit të dhunës, agresioneve ushtarake dhe akteve terroriste nga aktorë shtetëror dhe jo shtetëror. Asambleja Ndërparlamentare e Ortodoksisë ka ndërmarrë vazhdimisht hapa dhe iniciativa për mbizotërimin e paqes. Këtë vit, organizata e Asamblesë Ndërparlamentare të Ortodoksisë përmbyll një cikël 33 vjeçar funksionimi dhe mbi bazën e përvojës dhe memorjes së saj institucionale hyn në një fazë të re zhvillimi me synim promovimin e vlerave të krishtera në hapësirën politike. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Dule.
Tani është koha të ndjekim filmin Shën Sofia, kishat e mençurisë së të në Zotit në përbot. The Interparliamentary Assembly on Orthodoxy was established in 1993 upon initiative of the Hellenic Parliament. Europe is changing. A great number of European citizens wish to express themselves through Orthodox tradition and Christian values in the context of the European Union and democratic institutions. In the 1990s, on Mount Athos, many people, monks and secular alike, coming from those countries, which were then under the Soviet regime, approached us in an effort to understand how the spirituality of Orthodoxy could help modern humanity. The idea of a conference, an international conference, emerged and slowly matured. There would be participation of different parliament representatives, universities, different churches. Την ίδρυσή της είχε την καταλλαγή, την ειρηνική συνύπαρξη μέσα από την αλληλοκατανόηση λαών, στοχεύει στο διαθρησκιακό και τον διαπολιτισμικό διάλογο. The IAO is being established as an arena for interparliamentary dialogue and global consensus on issues of political and cultural orientation falling within the spectrum of the concept of religion. Περασπιζόμενοι την έννοια του Θεού, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, περασπιζόμαστε ένα πλαίσιο ελευθερίας, το οποίο πρέπει να υπάρχει στον κόσμο του αύριο. Διαφωνούμε κάθετα με την εργαλειοποίηση της θρησκείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από την τουρκική ηγεσία σε τζαμί. The destruction of monuments and places of worship of the Orthodox Christians as well as of other religions is an act of barbarism. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν εσχάτως είναι ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Ποια θα είναι η ταυτότητα της αυριανής Ευρώπης. Η πραγματικότητα της Ευρώπης είναι ότι ήταν η κοιτίδα των χριστιανικών αξιών. The Assembly's permanent seat is in Athens, but travels a lot. Its executive bodies include the General Assembly and its Bureau, the members of the International Secretariat and the Secretary-General, the various thematic committees, all of which are members of national parliaments. Și poate institui originea virtuților sociale de care avem atâta nevoie în timpuri de conflicte geopolitice. Toleranță, empatie, solidaritate. In IAO, we evaluate the moral and cultural values of Christianity as an important condition for the construction of a new Europe. The Interparliamentary Assembly on Orthodoxy brings together the principles of the Age of Enlightenment and the empirical tradition of Orthodox theology. This cultural and historical encounter acts as a catalyst between Orthodox people and others on earth, leading in peace and prosperity.
With the support of 2 out-of-parliament advisors, they cooperate with international organizations, highlighting the ecumenical and unifying spirit of Orthodoxy in order to safeguard the cultural and religious map of different regions. IAO encourages interaction among parliamentary, political, ecclesiastical, academic, and spiritual bodies, placing Orthodoxy in the frame of contemporary global dialogue. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God. The Interparliamentary Assembly on Orthodoxy is a forum, a space where people's ideas meet. We will carry in the same way in the future, always having in mind that the congregation of the Church is the people of God. The IAO condemns any act of aggression. We stand with sincere feelings of solidarity and humanity for the Ukrainian people. Στα 30 αυτά χρόνια εργαστήκαμε για την ανάδειξη των χριστιανικών αξιών και παραδόσεων στο κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη, για την ενότητα του ορθόδοξου κόσμου παρά τις οδυνηρές αντιξότητες. Kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj fort lumturinë e tij, kryepiskopin Ioan. I nderuar kryetari i Akademisë Shkencave Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, shkëlqësia e tij kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Niko Peleshi, i nderuar sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Ndërparlamentare për Ortodoksinë, Ioan Vulpescu, Doktor Maksimos Harakopoulos, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, kryegjyshi botëror i Bektashive, Haxhi Dede Ibrahim Mon, përfaqësuesi i komunitetit musliman, i Kishës Katolike dhe asaj ungjillore, të nderuar klerik, të dashur pjesëmarrës. Është bekim dhe nder i veçantë të gjendem këtu sot në zemër të Tiranës për të prezantuar një vepër që na fton të ngrem syt nga kupola më e famshme e krishtërimit dhe të zbulojmë se çfarë fshihet pas emrit të saj. Vëllimi, Shën Sofia, kishat e urësisë së Perëndisë nëpër botë, i botuar nga Asambleja Ndërparlamentare për Ortodoksinë dhe i vlerësuar me i çmim nga Akademia e Athinës në vitin 2023, qarkullon tashmë në shumë gjuhë dhe është prezantuar në 25 kryeqytete e qytetet mëdha të botës. Kisha e parë, dedikuar urtësisë së Perëndisë, Shën Sofia, u ndërtua në shekullin e 4 nga Konstantini i Madh, themeluesi i qytetit Konstantinopojës. Fatkeqësisht, nuk ka mbetur asgjë nga Shën Sofia e parë. Pas shkatërimit të kishës së Konstantinit, një e dytë u ndërtua nga djali i tij Konstantini dhe perandori Teodosi i Madh.
Kjo kishë e dytë u do gjatë razirave të Nikeas të vitit 532, megjithse fragmentet të saj janë gërmuar dhe mund të shihen akoma dhe sot. Shën Sofia u rindërtua në formën e saj të tanishme midis viteve 532-537, në mbikëqyrjen personale të perandorit Justiniani I parë. Është një nga shembujt më të mëdhenj të arkitekturës bizantine, e pasur me mozaik dhe shtylla e mbulesa mermeri. Ajo u përurua në 27 dhjetor të vitit 537. Perandori Justiniani I parë u abesoi projektimin matematikësjenëve dhe arkitektëve Isidorit të Militit dhe Anthemit të Traljanës, të cilën ndërtuan katedralen më të madhe të ndërtuar ndonjëherë deri në atë kohë, edhe që mbeti e patejkalueshme për 1000 vjet të tëra. Kur Justiniani pa veprën e përfunduar, thirrri frazën historike: "Lavdi Perëndis që më ka konsideruar të denj për të kryer një vepër kaq të madhe, të ka mundur o Solomon." Kjo frazë nuk ishte thjesht shprehje e ambicjes perandorake. Solomoni kishte ndërtuar tempullin e Jerusalemit, shtëpinë e Perëndisë së Dhjatës së Vjetër, të Perëndisë Monokrator. Justiniani me Shën Sofin synoi të shprehte diçka më të thellë me zbulesën e Perëndisë triadike, nga që bota kishte hyrë në një epokë të re. Tempulli I Solomonit ishte vendi I hijes, Shën Sofia u bë vendi I dritës së zbulesës së plotë. Kronisti rus Nestor në vitin 987 pas Krishtit, kur vizitoi kishën e Shën Sofisë, e përshkruan kështu përvojën e tij: "Ne nuk e dinim nëse ishin me qiell apo në tokë, sepse në tokë nuk ka një shkëlqim apo bukuri të tillë, dhe ne jemi të hutuar se si mund ta përshkruajmë atë", e mbyll ai përshkrimin e përvojës së tij. Kjo kishë nuk ishte vetëm arritje arkitektonike, por edhe si simbol I triumfit të krishtërimit. Kisha e cila gjatë përsekutimeve adhuronte në katakomba, fitoi tani shtëpinë më madhështore. Rrezatimi I saj botëror I tejkaloi kufit e feve. Shën Sofia shërbeu gjithashtu si frymëzim arkitektonik për shumë ndërtesa të tjera fetare, të krishterë dhe jo të krishterë, duke përfshirë Shën Sofinë në Selanik dhe shumë kisha të tjera të krishtera, Xhamin Shehzade, Xhamin Sulejmanie, Xhamin Rustem Pasha dhe kompleksin Kiliç Ali Pasha dhe shumë ndërtesa të tjera, duke dëshmuar se Shën Sofia ndikoi shprehjen e ndjenjes fetare në të gjithë lindjen dhe mbetet një nga ndërtimet më të rëndësishme të historisë njerëzore. Lidhja me Shën Sofinë nuk I përket vetëm së kaluarës. Katedrale e Ngjalljes së Krishtit këtu në Tiranë, e cila u përrua në vitin 2012, u ndërtua nga kryepiskopi Anastas me referim të qartë në element arkitektonik të Shën Sofisë. Kupola me lartësi 32.2 metra, apsida dhe altarit, dhe sidomos 4 pilonët gjysmërrethor që mbështesin kupolën në formë kryqi rreth kishës qendrore, saktësisht si 4 shtylla të mëdha të Shën Sofisë së Konstantinopolës. Për të kuptuar plotësisht rëndësinë e kësaj kishe katedrale dhe shkakun e frymëzimit për ta ndërtuar atë me një madhështi dhe një bukuri të jashtëzakonshme, duhet I drejtohemi rrënjëve biblike të konceptit të urtësisë. Në Dhjatën e Vjetër, urtësia e Perëndisë, Hokma në hebraisht, Sofia në greqisht, shfaqet si prani e gjallë dhe misterioze pranë Perëndisë. Në librin e fjalëve të urta lexojmë: "Urtësia ndërtoi shtëpinë e vet dhe ngriti 7 shtyllat." Dhe akoma më impresionante, prap nga fjalët e urta: "Zoti më krijoi në fillim të udhëve të tij, për veprat e tij, para shekujve më themeloi." Në urtësinë e Solomonit thuhet gjithashtu: "Sepse ajo është fryma e fuqisë Perëndisë dhe rrjedhja e pastër e lavdisë së Pantokratorit." Megjithatë, në Dhjatën e Vjetër, identiteti I kësaj urtësie mbeti një mister. Hebrejt e njihnin Perëndin si një, si Jave I Sinait. Urtësia shfaqej si veti apo energji e Perëndisë, pa u zbuluar si personi I veçantë. Kthesa e madhe vjen me Dhjatën e Re. Perëndia tani zbulohet si trinitar, Atë, Birë dhe Shpirti I Shenjtë. Kjo zbulesë u shfaq në 3 momente kulmore: në pagëzimin, teofania, në shpëturimin në malin e shenjtë dhe në fund në Pentekosti, ku Shpirti I Shenjtë zbriti mbi apostujt. Apostulli Pavel e formuloi identifikimin e urtësisë me Krishtin me qartësi të pakrahasueshme. Citoj: "Ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, Krishtin fuqitë Perëndisë dhe urtësi të Perëndisë", shkruan në letrën e Korinthianëve. Urtësia e Perëndisë identifikohet
me personin e dytë të Trinisë së Shenjtë, fjalën e Perëndisë, Krishtin. Këtë identifikim e konfirmoi dhe Sinodi Shtatë Ekumenik në Nikea në 787, i cili referohet shprehmisht Zoti ynë Jesu Krisht, Perëndyrin i vërtet, urtësia vetë hipostatike e Perëndisë Atë. Shën Grigor Theologu po ashtu shpall: si mund të mos di ndonjë gjë nga ato që janë ai që është urtësia, krijuesi i botës, e ka fjalën për Krishtin. Festa e kishave, dedikuar Shën Sofisë, urtësisë Perëndisë, lidhet me festën e Pentikostisë dhe Trinisë së Shenjtë, sepse urtësia e Perëndisë nuk është një veti abstrakte, por zbulesa e plot e Perëndisë trinitare, Krishti, sipas interpretimit kryesor patristik. Lidhja ndërmjet festës së mes Pentikostisë dhe urtësisë së shenjtë tregohet nga fakti se në ikonin e kësaj dite Krishti paraqitet në mes të pleqjve të tempullit, mësuesve të ligjit, duke u demonstruar atyre njohurinë e tij për fjalën e Perëndisë, urtësinë e tij. Ishte pikërisht ky besim dhe ky përkushtim që frymëzoi dhe motivoi ndërtimin e kësaj kishe, katedrale të madhërishme, dedikuar Jesu Krishtit si fjala dhe urtësia e Perëndisë. Si përfundim mund të themi se vëllimi që prezantohet sot dokumenton se Shën Sofia nuk ishte një fenomen i veçantë. Ajo përfshin kisha historike kushtuar urtësisë së Perëndi pothuajse në të gjithë botën, duke provuar se Shën Sofia ndonse është një ikonë arkitekturore dhe kulturore e qytetërimit bizantin dhe ortodoks, nuk i përket vetëm Konstantinopolis dhe ortodoksisë, sepse urtësia e Perëndisë është themeli jo vetëm i besimit krishterë, por i shumë qytetërimeve të tjera në të gjithë botën. Faleminderit. Faleminderit fort lumturia juaj, Joan. Atëherë ftoj ish ministrin e arsimit dhe bashkëpunëtorin e Asamblesë së Përgjithshme për Ortodoksin, zotin Genc Pollo. Kryegjyshi Bektashan Babamondi, përfaqësues nderuar të Kishës Katolike, komunitetit musliman dhe vllazërisë ungjëllore, zoti kryetari i Kuvendit, kryetari i Akademisë, të nderuar zotrinj nga Asambleja Parlamentare e Ortodoksisë, përfshi kryetarin dhe sekretarin e përgjithshëm dhe anëtarët e tjerë, zonjë zotrinj të dashur miq, për herë të parë po mbaj një fjalim në Shqipëri si asociuar i Asamblesë dhe pëlqen që kjo ndodh një eveniment kushtuar mençurisë të Zotit, siç është përkthyer. Kam qenë anëtar i kësaj asambleje, tok me kolegë deputet nga tjera grupe parlamentare, që nga viti 2013 dhe deri në largimin tim nga kuvendi. I mësuar ose me përvojë deri atëherë nga asamblesi ajo e Këshillit të Evropës ose OBE-s o Parlamentit të Evropës, më duhet them se pata një përvojë të re dhe të veçantë. Asambleja Parlamentare e Ortodoksisë përfshin shtete me traditë ortodokse, por që janë anëtare të Bashkimit Evropian ose edhe të NATO, si për shembull Greqia, Rumania, Bullgaria, Kipro, por dhe shtete si Rusia me cilat marrëdhëniet u pezulluan pas agresionit në Ukrainës. Gjithashtu pjesëmarrës aktiv janë vendet e Levantit, me prani historike se aktuale të besimit ortodoks, Egjipti dhe vende afrikane. Ishte një shkëmbim kulturor dhe politik shumë i vlefshëm për mua, me fokus të punimeve shpesh të trashëgimia materiale kaq e pasur në këto treva, por dhe rrezikuar nga konfliktet. Veçanërisht i rëndësishëm ka qenë angazhimi i asamblesë për të riorientuar diskursin e veprimin politike publik drejt vlerave bazë të njerëzimit, të cilat burojnë nga shkrimi i shenjtë dhe që përtej dallimit teologjik vlejnë për krishtërimin ortodoks, krishtërimin tërsi dhe për islamin e judaizmit, pra për të tëra fetë abrahamite. E theksoj këtë rëndësi pasi referenca më e shëndetshme është kjo kundrejt të lloj ideologjive nihiliste përhapura së fundi në Europë dhe në Perëndim. Dhe mbledhja e Asamblesë Parlamentare të Ortodoksisë në Selanik të Greqisë, disa muaj para zgjedhjeve të Parlamentit Evropian dhe mesazhi i përbashkët që dërguan kandidatëve për këtë parlament për të orientuar tek këto vlera bazë, ishte nga mesazhet e para të këtij lloji dhe besoj jashtëzakonisht të vlefshme për polesin, për trupën politike të kontinentit tonë dhe më gjerë. Në këtë kuadër, Asambleja Ndërparlamentare për Ortodoksinë me
ndjenjë përgjegjësi ndaj të vërtetës, një element vendimtar për ngjarjen paqësore të njerëzimit, i paraqet publikut, lexuesit, çdo të interesuari vëllimin me titull Shën Sofia, kishat e mençurisë së Tënë Zotit në botë. Ishim gati ta organizonim këtë prezantim me akademinë në frym bashkëpunuese me kryetarin dhe me atëherë sekretarin e përgjithshëm, tashmë nën kryetar, por për shkak se marrëdhëniet palëshe u tensionuan nga një akt arbitrar në Imar, evenimenti u shty më vonë dhe fatmirësisht po mbahet sot. Pikërisht në këtë sallë ku u mbajt dhe pjesa e dytë dhe konkluzive e konferencës mbi studimet bizantine në fund të vitit të shkuar. Vëllimi paraqet prezantime të shkurtra dhe fotografi 37 kishave monumentale historike, kushtuara mençurisë së Zotit. Mos harrojmë që ka dhe 2 kisha në vendin tonë, është ajo e Beratit, një kishë shumë e bukur në Kalan e qytetit, si dhe një tjetër më pak e njohur, më ka referuar profesor Aleksandër Meksi, në Mirdit. Kishat e Shën Sofisë janë simbolet e besimit, kulturës popullit krishterë, sidomos ortodoksisë, të cilat kanë përjetuar dhe vazhdojnë të përjetojnë traditat historike, vlerat e Bizantit, periudhës pas bizantine, përfshin shprehjen historinë e popujve, kulturave lokale, gjatë shekujve që kanë besuar Jezu Krishtin dhe në një të ardhme më të mirë të botës. Në kohët tona moderne, përveç probleme të mëdha nga shkaktuara nga pandemia, kriza ekonomike, përdorimi dhe efektet e teknologjive të reja, globalizmi i pakufizuar, popujt po përpiqen të rilidhen me kujtesën e tyre historike, të pajisin parimet dhe vlerat e rrjedhës tyre historike me simbolet e unitetit, me themelet e këtyre shtyllave të një nesëmre më të mirë, të cilat do mbështesin jetën e tyre dhe krijojnë siguri të reja. Vendimi që çojnë botim në këtij vëllimi synon pikërisht nxjerrjen e pak se rrjedhë historike dhe perspektivën e traditës krishtere ortodokse, mesazhin e saj çlirues, mësimet për unitetin e saj. Duke nxjerrë në pak të pasuri monumentale, nxjerret në pa dhe mundësia e njerëzimit për t'ju kthyer deri thelbit vërtet pasurive dhe tjetës, përmes të cilave mund shohin dhe të njihen me urtësinë e Zotit dhe në mënyrë teologjike me vetë Zotin. Është ndoshta me vend të theksojmë që botimi i këtij vëllimi me kishat e Shën Sofisë, që shtrihen nga Skocia deri në lindjen e largme, erdhi si përgjigje e një veprimi arbitrar të autoriteteve turke që e kthyen kishën e Shën Sofisë nga një muze, siç kishte qenë në shekullin e fundit, përsëri në xhami. Një veprim i cili nuk shkonte me aktet e nismës dialogu civilizimeve, një nismë europiane dhe botërore ndërmarrë nga Turqia dhe nga Spanja prej një dekade e gjysmë, dhe që nuk i shërben dhe asaj që në përgjithësi mbështetet në botë, dialogu të feve, nxitjes së tolerancës, krijimit të hapësirave të bashkëjetesës. Gjithsesi, theksoj që një përgjigje e civilizuar është njohja me Shën Sofinë, njohja me Shën Sofit në një hapësirë të madhe gjeografike dhe më shumë se me faktet arkitekturore, me vlerën e saj, pra me urtësinë e Perëndisë që duhet ndriçojë mendjen dhe zemrën e njeriut, dhe me bijat e saj, me shpresën, besimin dhe me gëzimin, gjë që shpresoj na ndriçojnë të gjithë edhe të tjerë jashtë kësaj salle dhe jashtë të vendit. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Pollo. Ftoj profesor Piro Thomon, i cili do të na bëjë një prezantim më të plotë për sa i përket librit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kryetari i Kuvendit zoti Niko Peleshi, kryetari i Akademisë zoti Skënderij Gjinushi, për të mbërryer e tij kryepiskop Ioani, përfaqësuesit e feve të tjera të muslimanëve, bektashive, katolikëve dhe të gjillëve.
është e vështirë të flasë sot para këtij auditori kaq të ngritur, kaq cilësor, për vlerat që ka Shën Sofia në trashëgiminë kishtare arkitektonike botërore. E filloj me fjalën e famshme që Justiniani i parë, perandori Justiniani i parë, në inaugurimin e kishës të Shën Sofisë më 27 dhjetor 537, sipas kronikarëve bizantin, sidomos Prokopit të Cesares, shpërtheu me thirrjen tepër triumfale kur hiri në kishë, të ka mundur o Solomon, atë që tha dhe tokëndria e tij kryepiskopi Ioani. Pse e bëri këtë punë? Se Justiniani e krahason veprën e tij me tempullin e Solomonit në Jeruzalem, që konsiderohej deri atëherë si tempulli më i madh dhe më i lavdishëm i botës biblike që kishte ndërtuar kishën më madhështore të krishtërimit. Por si arriti të bëhej Shën Sofia për gati mbi një vjet, se kisha më e madhe e botës krishtere, një kryevepër e arkitekturës bizantine, që të inspironte ndërtimin e 10 kisha në gjithë anët e botës, siç e dëshmon edhe vëllimi që sot po prezantohet. Periudha e hershme bizantine, fillim pas daljes nga persekutimi i fesë krishtere në 313, ju drejtua prototipeve të arkitekturës romake, duke gjetur të përshtatshëm për përdorim për shkak të numrit të madh të besimtarëve, tipin e bazilikës romake, si e shohim për shembull te kisha e Shënës Apollinare i Klase në Raven, ose në bazilikën me kupol të Shën Irenës në Konstantinopol. Por perandori Justinian nuk të mjaftoheshe me këtë. Nuk të mjaftoheshe vetëm me vlerën praktike të këtyre ndërtimeve. Ai deshte të shprehte i tempulli i krishtërimit, të shprehte simbolin e fesë krishtere, atë qelloren, atë hyjnoren. Për arritjen e këtij qëllimi, arkitekti Justinianit, Antemius Itrales dhe Isidori i Miletit, zgjidhi një problem të madh. Si do vendosej një kupol me bazë rrethore në një plemetri katrore? Kupola e Panteonit të Romës nuk mund të shbente, jo se nuk njihet kupola, por kjo kupol e Panteonit të Romës nuk mund të shbente si shembull. Pse? Sepse e mbështetej në një plemetri rrethore, e cila si do qoftë, sa do e madhe të ishte, i vinte një kufis lërimit të hapësirës së brendshme, sepse duhej përbante peshën e madhe të kupolës, në bante një kërësisht edhe spintat ose shtytet anësore që jepte kjo kupolë. Pra, kjo nuk mund të shërbente shembull. Pse? Sepse arkitektët e Justinianit deshin të kishin edhe vetë perandori, deshin të kishte një kishë më të madhe, më hapësirore, jo kaq të kufizuar në mëtim. Dhe arkitektët që ku jetë në zgjidhen? E jetë në zgjidhen në një zgjidhje konstruktive shumë geniale, në elementet që quajtur pentativa, të përkthyer nga neve në shqip, vela sferike, vela trekëndshme sferike. Jo, vazhdo. Po para. Po. Ja pa këtu, çka kemi? Kemi 4 mbështetje të mëdha që krijojnë katrorin në mes, dhe do 4 cepa dhe katrorit vendosin këto elemente që quhen pentative. Kjo çfarë bënte? Kjo bënte që gjithë pesha e madhe e kupolit të kalonte nga pentativa në shtyllat gigante të katrorit, në përpas në themele, ndërsa shtytet
horizontale që japin zakonisht këto sisteme të tilla sferike, balancoheshin, ekuilibroheshin nga gjysmësferat në linjën e perëndim dhe nga kontraforca në anën jugore dhe veriore. Në këtë mënyrë, pra, sasjellja e akseve në pritjen e kupol krijon mundësinë e lëvizjes në gjitha drejtimet. Dhe jep të arkitekturë tepër hapësirore. Studiuesi i famshëm Bruno Zevi në librin e tij Vepra e tij Sa per vedere l'architettura e ka konsideruar e ka përcaktuar interierin e Shën Sofisë lo spazio che dilata. Po ta përkthejmë, është një hapësirë që shtrihet e zgjerret pafund, që nuk mbyllet nga muret, por vazhdon të përhapet. Ndërsa 40 dritarët në bazën e kupolës krijojnë një dritë vazhdueshme, duke bërë që kronisti përmend pak përpara, nga Prokopës Zares shprehet që kupola të duket sikur nuk mbështetet, por si varet nga qielli mbi një zinxhir të ardhë. Një efekt që mahnit akoma vizitorët e shumë të kishës së Sofisë. Kështu pa, përfundimisht, interieri hapësiror vibron pa ndërprerje. Atë përsërisi njollat e ngjyrosat e veshjeve për mermeri, dantellat e mermerit të skalitura të kapiteleve, harkjeve dhe kornizave, ari dhe shkëlqimi i mozaikëve. Dy fjalë për Shën Sofinë, meqenëse po flasim për Shën Sofinë, dhe arkitekturën bizantine në Shqipëri. Ashtu si dhe arkitektura e herë bizantine, edhe në Shqipëri, fajtorët e para të krishterëve ishin të tipit bazilikal. Përmendim këtu bazilikën e Madhët Botërindit, bazilikën e Bylisit, bazilikën e Rapajt, e tjerë. Por me zhvillimin më tejshëm të arkitekturës bizantine në Shqipëri, gjithmonë më tepër mund të ndiqet futja e seteve figurative dhe konstruktive të Shën Sofisë në monumentet tona. Marrim shembull më tipik që ç'është kisha e lindjes së Shëmërisë në laborin e Krykit. Të shohim fare mirë që nga planimetria që 4 kolonat që mbajnë krijojnë katrorin në kupol, nëpërmjet pandativave, ngrihet tamburi i lartë që mban kupolën. Në 3 anë, kjo hapësirë kufizohet me harkje me arkada transparente, ndërsa në anën lindore, kjo hapësirë kufizohet me ikonostasi një vepër e shkëlqyer e Gdhënës në Dru, vepër e vitit 1805. Por edhe në kompozimin volumor të jashtëm, pasi pra bie me një herë në sy bizatrimi i pjesës qendrore, i kupit qendror, që mban tamburin edhe kupolën përsipër. Në kishët e tjera, si është arritur të futen këto koncepte, marrim kishën e manastirit Shëmërisë të Apollonisë. Shohim për nga planimetria që në pjesën mbi përveç katrorit qendror, kemi një hapësirë shtesë që zballon hapësirën duke afruar për shembull me tipin ose me variantin kryqëtetës të tipit në formë kryqe me kupol. Në kishën e manastirit të Shënkollit në Mesopotam, çfarë vërem? Vërem që gjithë hapësira e brendshme shpërthen nëpërmjet 4 kupolave qendrore dhe me kupolat ose me kalorat sferike në anën lindore dhe perëndimore. Po jo vetëm në kishat e zhvilluara, të formuara tashmë, por dhe në kishat tranzitore të tipit në formë kryqe me kupol,
ndihet që zgjidhja kryesore primare e këtyre kishave para se të formohen plotësisht gjithë tiparet e tyre, cila është zgjidhja e hapësirës qendrore. Këtu kemi për shembull në kishën e Shënërisë të Peshkopisë sipërme në Dropull, se si mbështetet kupola, ose në kishën e Shënërisë të Kosinës pranë Prometit, po kështu ka arritur të bëhet krye. Por jo vetëm në kishat që janë pak a shumë më të mëdha, por në kishat e vogla një nefshe, siç është për shembull kisha e manastirit të Shënërisë në Zërnes së Vlorës, ose kisha e Marmirojit, ose kisha e Shënhillit të jashtë mureve në Berat. Pa shikohet pa që gjithmonë pa kush teksti kryesor që i vjen arkitektët është pikërisht pa theksimi i kësaj hapësire qendrore. Ky koncept nuk u mjaftua vetëm në arkitekturën bizantine në Shqipëri, por edhe në pati një gjatësi shumë të madhe dhe u bë faktor, u bë situatë cilësia kryesore dhe kisha pas bizantine. Për shembull, këtu kemi edhe një kishë pas bizantine në manastirin e Shenjtë Gjergjit të Çukës ose të Demës pranë Sarandës. Tani, të më falni, po me qenë se flasim për trashëgimi kishtare, dy fjalë, pa zgjatur shumë, që si është vlerësuar dhe restauruar, mbrojtur këtë trashëgimi kishtare në vendin tonë. Pse e them këtë? E them këtë sepse Shqipëria është e vetmi vend në botë ku popullsia u privua nga ndjenja më elementare nga ajo e besimit të lirë. Në këtë luftë kundër besimit fetar, nuk të shpëtonin dhe ato monumente të cilat për vlerat e tyre ishin shpallur monument kulture. Ato ose u lanë mazore, ose u kthyen për funksione poshtëruse dhe aspekte të denja, si shtalla baktis, depo e tjera. E themi këtu që është shumë e trishtueshme pohimi i kryepiskopit sapo i mëruar të parurit kryepiskop Anastasit, i cili pohon se në të shumë të rasteve ishin të detyruar të kryejnë liturgjinë hynore ose takimet e tjera kulti në mjedise të hapura, aty ku më parë ekzistonin manastire se kisha, në kisha i gjysmë të rënuara ose poshtë pemëve të mëdha. Për plotësimin e kësaj mungese, kryepiskopi Anastasi vuri një raport të drejtë midis ndërtimeve të reja dhe restaurimit të monumenteve të vjetra. Pse bëri këtë punë? Sepse ai konsideronte këto si vlera që përbëjnë të shmit materiale si vlera pra të kulturës, shpirtit, ADN-s të një populli, që është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, ato përmbajnë dhe një ngarkesë të madhe emocionale për banorët, për memorien historike të banorëve të cilat i kanë pasur këto gjëra. Sepse aty ata kanë përcjellë të afërmit e tyre, aty ata janë kurrizuar, janë martuar, aty janë pagëzuar, e tjera ndër ngjarje shumë të rëndësishme të kësaj bote. Mund ta themi që nuk është i pagët, pa numri i monumentet restauruar nga Koashi, nga Kisha Ortodokse Principale e Shqipërisë, krahas mbrojtjes, restaurimit dhe promovimeve të monumente nga institucionet e specializuara si që ishte Instituti i Monumenteve të Kulturës. Disa, shpejt, një panoramë të shpejt, manastiri i Ardenicës ishte kthyer në një kafene, ahenge, në kohën e diktaturës, u restaurua dhe u kthyer funksionin e saj fillestare. Kisha e Labovës Krykit. Edhe kjo, të njëjtën gjë që thoshte Prokopi Cezares për kishën e Shtëfisë, të njëjtën gjë
tha dhe kryebashkopi Anastas për të kishë se si kishe mundësi të qëndronte kjo sikur dukeshte sikur ishte varur me zinxhir e madhe Perëndia pa moshamë. Pse? Sepse kishte jashtëzakonisht probleme të mëdha të konstruksionit e të mbështetjes. Gjendja para restaurimit. Operacioni më i vështirë që u bë për të përballuar këto këto dëmtime, u ndërtua një rrjeti të kolonash edhe trarësh në themel për të mbajtur dhe për të eliminuar këto lloj dëmtimesh. U restaurua ana arkitektonike, palën do edhe vlerat, si thua, vlerat artistike, siç është për shembull ikonostasi, piktura morale, tavanet dekorative e tjera. Dhe kemi më së fundi me shumë gëzim në uron kryebashkopi në inaugurimin e kësaj kishe. Tjetër kisha manastiri i Shëmërisë në Zornec, të Vlorës. Edhe kjo dëmtime të mëdha kishte. Si ishte gjendja dhe si u bë më tej. Ose marrë me kishën edhe manastirin e Kakomes, ku është një nga gjirë më të bukur të Tiranë në afër Sarandës. Dhe kjo restaurua. Tjetër restaurim shumë interesant është edhe manastiri i Shëngjergjit në Pranzarës. Kisha e Shëmërisë në Zërvar të Vlorës, në Gjirokastër. Manastiri i Shëngos Majit në Kërkondës. Tani, duke parë këtë volumin, ne jemi me këto punë pak a shumë ngrem pyetjen, a ka pasur Shëmëri, Shënstofi në Shqipëri apo jo? Mund të përgjigjemi me bindje të plotë edhe të sigurt. Po ka pasur. Profesor Polloja na përmendi një kishë edhe në Mirdit. Unë të përmend kishën e Shënstofisë në Berat. Pse? Sepse ne kemi dëshmi shumë të fortë. Kemi dëshminë nga kryebashkopi, nga peshkopi i Beratit, Alex Sulli, në librin e tij të famshëm, për që ka shkruar për metavolinë e Beratit. Ai përmend në kishat e Kalas së Beratit, përmend një tufë kishash, siç është për shembull kishën e Shëntriadës, kishën e Shëmërisë, kishën e Shëntodrit, kishën e Ungjillëzimit, të Shëmitit, të Shën Nikollës, e tjera. Po e përmend njëkohësisht edhe një kishë tjetër shumë interesante, kishën e Shën Sofisë. Dhe kjo Shën Sofia, për banorët e Kalas së Beratit, quhej çuditbërëse, për një fakt shumë të thjeshtë. Si atë kohë lutëbëtore, predhat në kishë të boshatisur, dhe kjo bëri që gjithë banesat e përqark të shpëtonin. Një tabel mbi atë tregon që në 45-ën një grup besimtarësh e ndreqën këtë kishë. Po kjo nuk mjaftonte këtu. Nuk mjaftonte këtu. Pse? Sepse kjo traditë e besimtarëve dhe e dashamirësve të trashëgimisë kulturore dhe kishtare ndërmorën një hap shumë të rëndësishëm ta rikthenin këtë kishë të funksionale, ta restauronin e kthenin këtë kishë të funksionale. Dhe me 1 qershor të 2024-s, peshkopi i Apollonisë, Hirsi Nikolla, qeli dyert e kishës së Shën Sofisë dhe bëri liturgjinë e shenjtë. Kjo është kisha e restauruar tashmë nga ky grupi i dashamirësve dhe besimtarëve. Dhe me këtë rast, më lejoni të bëj një propozim Komisionit
që ka botuar edhe librin, sepse neve na vjen shumë keq që Shqipëria me këtë volum kaq dinjitoz që keni parasysh, po prezantojmë sot edhe keni parasysh, nuk përfaqësohet Shqipëria. Dhe ky rast për nder të besimtarëve dhe për nder të banorëve të Beratit të jenë një mënyrë që ata dinë si mund të avon në duke këtë rast këtë veçantë. Faleminderit. Faleminderit i nderuar profesor. Ftoj doktor Maksimos Karakopoulos, sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Ndërparlamentare për Ortodoksin, njëkohësisht edhe deputeti i Parlamentit Helen. The floor is for you. Καθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας, των Μπεκτασί και των Μουσουλμάνων, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής της Αλβανίας, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας των Τυράννων, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Διακοινοβουλευτικής από την Ρουμανία, αγαπητοί συνάδελφοι από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας και της Κύπρου, κυρία Πρέσβη της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά και η ικανοποίησή μας που κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της παρουσίασης στα Τύρανα του τόμου που εξέδωσε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας με τίτλο «Η Ναή της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο». Για την ευόδοση αυτού του στόχου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Βουλής της Αλβανίας, τον κύριο Πελέση, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Ακαδημίας των Τυράννων. Άλλωστε, ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας είχαμε πάντοτε ανεκτούς διάβλους επικοινωνίας με το Αλβανικό Κοινοβούλιο και η εκπροσώπησή του στον διεθνή θεσμό μας, που αριθμεί άνω των 25 κοινοβουλίων, κρατών μελών, είναι κατά κανόνα αδιάλειπτη και ενεργή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καλό μας φίλο, τον ευσχήμονα βουλευτή Βαγγέλη Ντούλε, όπως και τον επί σειρά ετών ενεργό μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, τον λόγιο πρώην βουλευτή και υπουργό Γκένς Πόλο, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη σημερινή παρουσίαση, αλλά και εν γέννη για τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στους κόλπους της οργάνωσής μας. Κυρίες και κύριοι, θεωρούσαμε ότι η Αλβανία δεν πρέπει να λείψει από τον μακρύ κατάλογο των παρουσιάσεων αυτού του τόμου, στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων πολλών πόλεις όπως η Αθήνα, η Ρώμη, το Κάιρο, η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες, η Σόφια, το Αμάν, το Βουκουρέστι, το Λονδίνο, η Τασκένδη, το Μόναχο, η Βενετία, η Καλσρούη. Γεωπολιτικά η χώρα σας συνιστά ένα κομβικό σημείο των Βαλκανίων και μάλιστα βρίσκεται σε μια διαδικασία ένταξης στον θεσμό που ενώνει την μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την Ενωμένη Ευρώπη. Έναν θεσμό που συμπυκνώνει και εφαρμόζει με συνέπεια τις αρχές του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου. Ταυτόχρονα η Αλβανία έχει το προνόμιο να εμπεριέχει στον θρησκευτικό της πολιτισμό διάφορες θρησκείες και δόγματα. Μεταξύ αυτών και την Ορθοδοξία, η οποία στη χώρα αυτή έχει βαθιές
και γερές ρίζες που φτάνουν στους πρωτοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς αιώνες. Το διαπιστώσαμε και με την παρουσίαση που μας έκανε νωρίτερα ο εξαίρετος καθηγητής, που επισήμανε και μία έλλειψη που έχει το βιβλίο και ευελπιστούμε, κύριε Σύμβουλε, κύριε Μιγδάλη, σε νεότερη έκδοση να συμπεριλάβουμε και τον ναό από το Βεράτη. Διότι, αγαπητοί φίλοι, ο ευρύτερος χώρος των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Μικράς Ασίας, αλλά και της Μέσης Ανατολής, σφραγίστηκε καθοριστικά, στον ένα ή άλλο βαθμό, από τον απαράμιλο βυζαντινό πολιτισμό. Εδώ στην Αλβανία, μετά την πτώση του πλέον αθεϊστικού καθεστώτος στην Ευρώπη, η Ορθοδοξία ξαναβρήκε τη λάμψη της. Και αυτό οφείλεται πρωτίστως στο όραμα, στην πίστη, στον αγώνα και το έργο ενός ανθρώπου, του μακαριστού πρώην Αρχιεπισκόπου Τυράννου, Δυραχείου και πάσης Αλβανίας Αναστασίου. Του ανθρώπου που ενσάρκωσε τις υψηλότερες αξίες του χριστιανισμού, την αγάπη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, την ανοχή και την καταλλαγή, την αλληλεγγύη και την ανιδιοτέλεια. Η φωτεινή αυτή προσωπικότητα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας αποτελεί διαχρονικό υπόδειγμα για όλες τις επερχόμενες γενιές. Μία από τις αρχές που εφήρμοσε στα χρόνια της ποιμαντορίας του ο μακαριστός Αναστάσιος ήταν και αυτή του σεβασμού προς τον άλλον, προς την άλλη άποψη, την άλλη θρησκεία. Κάτι που αναδείχθηκε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο κατά την πάνδημη εξώδιο ακολουθία του. Αυτή την αρχή ερχόμαστε και εμείς σήμερα, μακαριότατε, να αναδείξουμε με την παρουσίαση αυτού του τόμου με τις 37 εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, που εντοπίζονται σε μια τεράστια γεωγραφική ακτίνα από τη Σκωτία και τον Ατλαντικό ωκεανό έως τη Μαντζουρία της Κίνας και τον Ειρηνικό. Πρόθεσή μας είναι να αφυπνίσουμε τη διεθνή κοινότητα για αυτό που έχει συμβεί στην σημαντικότερη, την ιστορικότερη και την ωραιότερη από όλες αυτές τις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην του Θεού Σοφία, την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Το αγλάισμα αυτό της οικουμένης, που οικοδομήθηκε την εποχή του αυτοκράτορος Ιουστινιανού από μικρασιάτες αρχιτέκτονες και που στάθηκε φάρος της Ορθοδοξίας μέσα στους αιώνες. Αλλά που δυστυχώς με μία ακατανόητη απόφαση, ο ναός που λειτουργούσε με απόφαση του τουρκικού κράτους έως το 2020 ως μουσείο, μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος και έκτοτε είναι εκτεθειμένος στην αθρώα προσέλευση ενός τεράστιου πλήθους σε καθημερινή βάση, θέτοντας σε κίνδυνο τη στατικότητα του οικοδομήματος. Το καμπανάκι του κινδύνου κρούν κατ' επανάληψη και Τούρκοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες. Για την αξιολόγηση της πράξης εκείνης θα παραθέσω αυτούσια τα λόγια του μακαριστού Αναστασίου, που τον Ιούλιο του 2020 είπε ότι είναι ένα είδος πολιτισμικής επιθέσεως, πολιτιστικού τζιχάντ. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι σοβαροί, τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, καταδικάζουν κάθε μορφή ιερού πολέμου τζιχάντ. Υπάρχει μια Ισλαμική ευαισθησία μέχρι τώρα που έχει σεβαστεί την ομορφιά της Αγίας Σοφίας. Ο άκριτος όμως φανατισμός ζητεί να εκμεταλλευτεί, να κλέψει το κάλος του πιο ωραίου ναού της αδιέρετης χριστιανοσύνης. Η απόφαση αυτή ανήκει, συνεχίζει ο μακαριστός Αναστάσιος, στις τραγικές αποφάσεις και ενέργειες που ναρκοθετούν την μεγάλη ελπίδα και προσπάθεια της εποχής μας, την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών. Αυτή η απόφαση μας γυρίζει πίσω σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές και πραγματικά έχει δημιουργήσει μια πραγματική απορία και αγανάκτηση ότι μια χώρα
σαν την Τουρκία, που επιθυμεί να είναι στην πρωτοπορία, διαλέγει έναν ρόλο καθυστερημένης πολιτιστικής οπισθοφυλακής. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι τα σοφά αυτά λόγια του Αναστασίου θέτουν το όλο ζήτημα στις σωστές του διαστάσεις. Αλλά και όλους εμάς, ιδιαίτερα όσοι έχουμε θέσεις εξουσίας ενώπιον των ευθυνών μας απέναντι στην ιστορία, το δίκαιο και την αλήθεια. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που οι αξίες αυτές φαίνεται να δεινοπαθούν, η Αγία Σοφία και η διάσωσή της συνιστούν έναν ευγενή στόχο στον οποίο αναζητούμε συνοδοιπόρους και είμαστε βέβαιοι ότι θα τους βρούμε ανάμεσά σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή αλλά και για την φιλοξενία στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, στην Ακαδημία. Να είστε καλά. Faleminderit doktor Karakopoulos. Të nderuar zonja dhe zotrinj, atëherë veprimtarisë këtu në sallë po i vjen fundi. Patëm kënaqësinë të ndjekim nga afër dhe të marrim një informacion shumë më të detajuar për sa i përket librit Shën Sofia, kishat e mençurisë të Zotit në përbot, por në të njëjtën kohë edhe një reflektim mbi vlerat e përbashkëta kulturore dhe shpirtërore që përfaqëson ky simbol. Po prisnim Atëre, duke ju falenderuar të gjithëve për pjesëmarrjen, në mënyrë të veçantë për të gjithë folësit, tashmë jeni të ftuar që të ndjekim ekspozitën këtu në hollin e Akademisë së Shkencave dhe më tej për koktelin në atë që ne e quajmë tenda e Akademisë së Shkencave në oborin tonë. Ju falenderit edhe një herë, një pasditë të këndshme.